portali juaj, është një situatë vërtet një lëmsh i madh, një ekuacion me shumë të panjohura. Ju keni parë, domethënë para kemi vazhdimin e luftës së bën 4 vjet në shkurt të luftës Rusi-Ukrainë, tani kemi gjendje shpërthyese në lindjen e mesme, pavarësisht nga marrëveshja e armëpushimit e arritur në 7 tetor të vitit kaluar, po që jemi vetëm në fazën e parë, priten fazat e tjera, dhe ajo konsiderohet më tepër si një pauzë ndërmjet dy luftrave sesa një paqe e vërtet. Kemi pastaj ditët e fundit, pra në 2 janar, sulmin unikal që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kapjen e Maduros. Dhe ndërkohë janë kërcënimet e tjera të Amerikës, ju e dini, radhë parë duke vënë nga Groenlanda, problemi më shqetësues sot, tek Kolumbia, tek Meksika, kemi pastaj konflikte të tjera, procese paqe që janë në proces, si ai midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, në gusht i arritur në Shtëpinë e Bardhë, dhe ndërmjet vendeve të tjera. Pra, më mirë të hym konkretisht, sepse kështu është shumë e përgjithshme. E vërtet, por në fund të gjithë kësaj ka më shumë shanse që ndoshta fjalë e madhe, po të shpërbëhet NATO për shkak të Groenlandës apo të rrezohet regjimi në Iran. Në një pritshmëri, ndoshta për këtë vit, kush ka më shumë shanse që të ndodhë? Tani këto janë profecira, dhe nuk dua të bëhem profetit keqes, dhe si diplomat nuk lejohet, por në fakt tek Groenlanda, pavarësisht nga situata rënd, e shkaktuar nga kërcënimet e presidentit Trump, diçka unikale, pa njohur ndërmjet vendeve aleate. Megjithatë ka besim dhe unë si diplomat, diplomacia deri në fund lufton. Ndryshe kur dështon diplomacia ka luftë. Besoj që ky problem do të zgjidhet në marrëveshje midis Danimarkës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Sepse as vetë Amerikës, pavarësisht se Trumpi e tha që po që se prishet NATO, le të prishet, por nuk i intereson. Si thot ish komandanti i NATO-s në 2014-2017, generali amerikan Ben Hodges, Amerika sa do e fuqishme të jetë, ato qëllimet të mëdha gjeopolitike që i ka vënë vetes, nuk mund t'i realizojë pa aleat. Dhe aleati më i mirë, më i besueshëm, më tradicional është Evropa, pra është Bashkimi Evropian. Cila do jetë zgjidhja që do shpëtojë NATO-n dhe një konflikt dhe një përçarje të paktën një krisje në NATO? Do të jetë kjo. Tani Groenlanda ju e dini, është pjesë e Danimarkës, ka një gjysmë autonome, por që është në zonën e NATO-s. Aty Shtetet e Bashkuara kanë një bazë shumë të madhe. Tani problemi shtrohet që, meqense Kina dhe Rusia e kërcënojnë, siç thonë Shëbaja dhe presidenti Trump, atëre NATO shumë mirë dhe Danimarka mund t'i lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta mbushin Groenlandën me baza tjera ushtarake. Pra të armatosin atë, ta forcojnë sigurinë në Groenland, në mënyrë që as Kinës, as Rusisë dhe as kujt tjetër mos i shkojnë në mendje ta sulmoj apo të rrezikoj Groenlandën dhe kësaj Amerikën dhe NATO-n. Kjo është zgjidhja më e mirë që po diskutohet sot në rrethet diplomatike edhe në kontaktet tunë që kanë pas në Bruxelles. Kjo është zgjidhja më e mirë. Gjithë të tjerat pastaj pavarësisht nuk të çojnë askund dhe çojnë atë shpërbërjen e NATO-s, po që nuk ka pse ta themi deri tani, le të presim. Sa për Iranin, edhe diçka te kjo është një zgjidhje e mirë edhe kështu me dëshirën e Shteteve të Bashkuara se kaq mund të lejojë Europa, apo Europa se mund të imponohet? E ka atë fuqi që mund të imponohet në këtë zgjidhje apo varet çfarë kupton me imponim? Në rast se ka parasysh imponim ushtarak, imponim kërcënim me siguri nuk mund ta bëjë dot Evropa këtë gjë, edhe mund ta bëjë, po pa asnjë rezultat, dhe aq më tepër kur ka parasysh mbështetje amerikane për Ukrainën. Pra Evropa ta kuptojmë, është shumë e kufizuar, shumë e cunguar në të mes, pse në radhë të parë i mungon fuqia saj ushtarake, po dhe politike, se ka përçarje brenda Evropa. Keni parasysh Hungarinë, Slovakinë, po nga ana ushtarake nuk e bën. Dhe e dyta, Evropa ka hallin e Ukrainës, shikoni se ç'po bëhet, si do vjen në Ukrainë, ju po thoni Irani, edhe atje problemi i madh është, por si do bëhet me Ukrainën, se ajo intereson para Evropës. Dhe e treta, pas Ukrainës, në rast se nuk ka zgjidhje, i vjen rradha Evropës. Pra Evropa është vetë në teun etikës. Kështu që jo, me imponim nuk bëhet, kjo bëhet vetëm në marrëveshje me diskutime si ish aleat. Problemi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e shikojnë nga ky kundërshtim. Pse du Groenlandën?
e duan Groenlandën në kuadrin e asaj doktrinës transaksionaliste. Unë e kam theksuar edhe në herë tjera në shumë shkrime. Doktrina bazë e Trumpit është transaksionet, ujdit. Pra ai do ujdi tregtare që të fitoj Amerika e para. Prandaj ne do Groenlandën, sepse ai thot na 20% e pasurive botërore që ka Groenlanda, se ka shumë pasuri, metale të rralla të tjera, vetëm 1% shfrytëzohet. Dhe Evropa, thot ai, Danimarka nuk ka mundësi ta bëjë këtë gjë dhe as të garantoj sigurinë. Prandaj do unë ta blej, prandaj do unë ta marr. Këtu është pika e madhe që duhet zgjidhur.